të votimit, procedurës votimit për rendin e ditës, për ndryshimet e rendit e ditës. Zoti kryetar, ka pak urdhronin dhe më pas vijojmë me Zoti kryetar, e kam kërkuar që në votimet fillim të propozime. seancës fjalën për dy çështje shumë të rëndësishme. Ministri i Ekonomisë nuk është këtu në fakt, po ministri i Brendshëm është këtu. Minatorët e Spaçit janë duke protestuar jashtë kësaj salle për dy arsye të rëndësishme. E para, për trajtimin çnjerëzor që policia e shtetit i bëri atyre 2 javë më parë dhe unë nuk kam dëgjuar absolutisht asnjë koment nga Ministria e Brendshme. Është e pakonceptueshme që minatorët të merren të rriqen zvarr nga drejtorët e policisë. Dhe e dyta, Ministra e Ekonomisë duhet menjëherë të takohet me përfaqësinë e tyre. E drejta e punës është e drejta e shenjtë në këtë vend. Nuk mundet një kompani private t'i pengoj këto minatorë të organizohen, të kenë kërkesat e tyre, të protestojnë për më shumë të drejta, dhe kjo që po ndodh me këto minator është çnjerëzore. Në emër të Partisë Demokratike kam depozituar në sesionin e kaluar, do ta ridepozitoj përsëri statusin e minatorit, që qeveria refuzoi ta marrë parasysh. Është një çështje shumë e rëndësishme sepse ato janë grupi i cili penalizohen më shumë, që punojnë më shumë me kushte më të vështira. Nën toka shqiptare është jashtëzakonisht e pasur dhe ato njerëz që punojnë me nën tokën sot po shfrytëzohen. Kështu që edhe në emër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike i kërkoj ministrit Brendshëm që të dalë dhe t'jap llogari për sjelljen çnjerëzore që policia e shtetit është sjell me ato minatorë si halabak rrugësh. I kanë marrë, kanë tërhequr zvarr punonjësit. Dhe ministres ekonomisë të takojnë një përfaqësi tyre dhe të diskutojnë se cilat janë problemet dhe pse këto punonjës sot po pushohen nga puna. Faleminderit.